Live from Tirana. Live from Tirana. Transmetim të drejt për drejt, Emra Bran na rikthyen sërish në programin e produktin e tij më të ri muzikor, ça than, dhe tashmë kemi në një lidhje telefonike direkte ekspertin e sigurisë Faik Basha. Mirë se vjen në programin e dashur për të diskutuar për ngjarjen e rëndë në Manës të Durrësit, ku 2 persona humbën jetën për shkak të një përplasje me armë zjarri. Ajo çfarë dim deri tashmë nga njoftimi policor është se u vran për një kafe, por megjithëse grupi hetimor është duke zbardhur ngjarjen, e nëse do të kemi të tjera do drithije në këtë ngjarje të rëndë. Faik, përshëndetje, mirë se vjen në Live from Tirana. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Uroj të jesh mirë, edhe herë takojmë bashkë në program për vendime që lidhen me monopatinat apo rrugët e Shqipërisë apo parkimet dyshe, dhe fatkeqësisht takohemi edhe për ngjarje kaq shumë të rënda. Dgjoj, po e bëjmë pak bisedën kështu shoqërore fare, jo në nivel kështu elite gazetaresk. Realisht një pyetje për Inocenti kam, Faik. Nga dalin gjithë këto armë në shoqërinë shqiptare? Shiko, unë jam dakord që kjo është një pyetje e cila po qarkullon sidomos kohët e fundit për shkak të shumë ngjarjeve të rënda të cilat kanë ndodhur dhe ka qenë arma e cila ka qenë prezent pothuajse në shumë ngjarje nga ato të rënda, dhe fatkeqësisht të rinjt shqiptar janë ato të cilët kanë një marrëdhënie me armët, sidomos me ato pa leje dhe në përdorimin e tyre në ngjarje të rënda dhe kriminale, po edhe me leje, unë se kuptoj që duhet arma me leje, domethënë kot njerëz që nuk kanë asnjë problematike, armë me leje, dhe domethënë se edhe arma me leje këtu ha diskutim, ndjes për ndërprerjen. Jo, okay, është një temë që mundet ta diskutojmë dhe mundet të japim. Po fokusohemi, e drejt, fokusohemi te këto pa leje. Nga dalin gjithë këto armë? Po, ne kemi zhveshur shëtimin e armëve pa leje të cilat qarkullojnë në Shqipëri, dhe kemi disa burime të cilat kanë furnizuar vendin ton atë rinjt apo ato të cilët kanë patur interes për të poseduar një armë pa leje. Kemi armët e 97-s, të cilat kanë qenë në një masë të madhe në përdorim nga shumë qytetarë, nga shumë shtete shqiptare, ato të cilët i dëshironin dhe ato të cilët i morën për të patur një siguri dhe një vetë mbrojtje. Kemi disa armë të cilat kanë ekzistuar dhe para viteve 97 në Shqipëri, dhe kemi një traditë të hershme realisht dhe fatkeqësisht me posedimin apo dëshirën për të patur një armë pa leje në banesë. Kjo si një formë më e mirë sigurie e menduar, por në realitet nuk është kjo, sepse posedimi një armë ka më shumë gjasa dhe më shumë mundësi që të çojë në një ngjarje të padëshiruar dhe në një ngjarje e cila mund të ishte zgjidhur në mënyra të tjera, se sa të mbash një armë pa leje dhe ta kesh aty afër, dhe për çdo rrezik të mundshëm mund të bëhet objekt përdorimi, ashtu siç kemi parë dhe rastin e fundit kur 2 të rinj mbetën të vrarë në Durrës, ku fatkeqësisht posedimi apo gjetja një armë pa leje në një mënyrë shumë shpejt, dhe ne kemi parë dhe ngjarjen pak në sot kanë dalë edhe disa fakte të reja ku të rinjt janë konfliktuar më parë, janë larguar nga ambienti, kanë marrë një armë dhe janë aftuar për minuta për të rinë në ambient. Dhe kjo është një tregues që shqiptarët e të rinjt kanë një qasje me armë pa leje, kanë një mundësi dhe kanë një tendencë për të patur një armë pa leje. Kjo është mjaft e rëndë, por faktet janë këto. Dhe po të analizosh ngjarjen pastaj, sepse nuk është që ato në analizojmë nga vinë armët që vinë armët. Armët në Shqipëri pas vitet 97 kanë hyrë nga Serbia kryesisht, nga Rusia, e cila është edhe ajo pjesë tranziti, por vitet e fundit edhe armë të cilat janë përdorur në luftën mes Ukrainës dhe Rusisë janë bërë objekt i qarkullimeve dhe i transportimeve nga këto zona lufte në zonat europiane, të cilat nuk janë përfshirë, por krimi i cili ka përfituar dhe përfiton gjithmonë kur ka situata të rënda, lufte të cilat futin në përdorim armë të shumta dhe rrisin burimet e krimit për të përfituar nga këto situata ku mungesa e kontrollit është efektuar në vendet ku janë përfshirë në luftë, ku qarkullimi i armëve është i madh, sepse duhet përfurnizuar, fabrikat furnizojnë dhe mundësia për të larguar armë në mënyrë të parregullt nga këto ambiente është më e lehtë, pasi kontrolli është më pak i rreth dhe kushtet e sigurisë janë pothuajse inekzistente në këto vende. Kështu që armët në Shqipëri janë bërë të mundshme
për disa arsye. Ato që thash para 97-s, armët e 97-s, Serbia ka qenë një furnizues i fortë i Kosovës dhe i Shqipërisë, linjës nga Kosova, Shqipëri dhe nga Shqipëria në drejtim të vendeve të Bashkimit Evropian. Pra janë disa rrugë të cilat kanë qarkulluar. Është pyetja shumë interesante, por mendoj që më interesante është për diskutuar probleme social, dëshirën për të poseduar një armë zjarri, të rinj të cilët zgjidhin konfliktin e tyre të menjëhershëm pa logjikuar, pa gjaksosi dhe pa dashamirësi, por menjëherë ato kalojnë në variantin e përdorimit të armës dhe kështu kanë mbetur vetë viktima, kanë marrë jetë pafajshme dhe janë kryer në një rrezik potencial shoqëror. Kjo është një ngjarje e rëndë që duhet patjetër, sepse realisht në gjitha vendet ka probleme sociale, por zgjidhja nëpërmjet armës nuk është fare në këtë lloj nivelesh, është mjaft e ulët, madje shumë qytetarë në vende të tjera nuk e zgjidhin problemin duke shkuar në ekstremitet në përdorimin e armës, por ka mënyra tjera për të zgjidhur një problem. Nuk është arma. Kështu që mendoj që arma është një element i cili çon në arritjen e qëllimeve dashakeqëse, por nuk është faktori kryesor i cili sjell ngjarje të rënda. Them këtë jo për të justifikuar qarkullimin e armëve pa leje, sepse është një fenomen që duhet patjetër të jetë alarm në strukturat e sigurisë dhe duhet patjetër që të krijohet një task force ku të sulmoj fort linjat e qarkullimit të armëve. Po të shikosh shumica e ngjarjeve që ndodhin në Shqipëri kanë armën. Kemi pa ngjarjen ke një qendër tregtare. Me sa lek mund posedosh një armë sot? Pa leje. Po, nuk është as pak e vështirë për kushtet ekonomike që kanë grupet kriminale apo të rinj të cilët burrimet e fitimit nuk i kanë të lishme, nuk janë pra nga ato të cilët kanë fokusuar jetën dhe të rinj e tyre nëpërmjet një profesioni, por janë nga të rinj të cilët kanë ndërprerë arsimin, kanë ndërprerë karrierën dhe janë futur një botë më të egër, më të ashpër dhe më të pakontrolluar. Pra është shumë e lehtë për të poseduar një armë edhe në rrugë financiare, po thua edhe në një armë e llojeve që është më e zakonshme në Tiranë, apo siç kemi parë kohët e fundit, pothuajse në çdo aksion që forca shqiponja apo forca policisë kryen një ndalim të një njeriu, është e pamundur që mos i gjesh një armë poshtë qendiles ose një armë brez ose një armë me fsheng për le. Pra një armë mund merret me 600, 700 deri 1500 euro, varion tregu. Pra me 1500 euro, me 1000 euro ti mund të sigurosh një armë dhe mund ta mbash ato në mënyrë të palishme, lirshëm në kuptimin e gjetjes së saj. Edhe shkojmë në këtë drejtë pastaj ku kemi shkuar. Faik do bëjmë, do më mirë kuptosh për të shkuar vetëm 100 sekonda në hapësirë marketingu dhe do qëndrosh aty sepse kam dy pyetje shumë të rëndësishme. E di që ke goxha agent të zënë, por është rëndësishme për të sqaruar pak edhe për dëgjuesit tan. Rikthehemi shumë shpejt nëse mirë kupton. Qëndro aty. Live from Tirana në Top Albania Radio. Lona Salsano ndryshe. Ka të tjetër Andi? Ti. Unë? Ti. Këtë? Kur të jesh mërzitur shumë në Top Albania do të vi. Çdo të martë nga ora 18 deri në 20, ndryshe në Top Albania Radio. Në Fudini do të gjeni mbi 100 restorante me 50% zbritje. Restorantet më të mira të Tiranës vijnë me super oferta ekskluzive, vetëm në aplikacionin Fudini, në asnjë aplikacion tjetër. Porosit dhe merr më lirë se kudo, vetëm me Fudini. Kick your hunger. Ofertat më të mira i gjeni vetëm në Fudini. Nëse gjeni diku tjetër më lirë, ne ju rimbursojmë. Orat unike janë bërë për persona unik. Enzo Attini, dizajn italian dhe mekanizëm zviceran. Bli online në website-in ton enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose në dyqanin ton fizik tek Sheshi Wilson, Tiranë. Live from Tirana.
Rikthehemi në Live from Tirana, 11:33 ora eksakte në këtë moment. Vazhdojmë të jemi në një lidhje telefonike me Faik Bashën, ekspert sigurie, dhe ndodh një fenomen shumë i çuditshëm në Shqipëri. Faik, për shembull, ndodh vrasja e prokurorit në gjykatë, kujtohemi të flasim për sistemin e sigurisë në gjykatë, në prokurori. Ndodhin zjarre gjatë verës në Pyja, tu kujtohemi sërish të flasim, a kemi strukturat e dura për të shuar zjarret, nga vin, nga zvina, kemi helikopter. Dhe në këtë rast ndodh që kujtohemi sërish për armët që janë kudo në Shqipëri. Vetëm vitin e fundit, po dëgjoja mbrëmjen e tjeshme, që janë sekuestruar në aksione rastësore nga policia e shtetit 300 armë pa leje. Imagjino pak, Faik, sa janë vërdall që policia nuk e di dhe që nuk janë kapur ende nga aksionet rastësore nga policia. Pyetja ime është, a është me të vërtetë një kamban alarmi dhe ambientet publike në Shqipëri janë kthyer realisht në ambiente të pasigurta, apo çfarë? Atëherë, po, sigurisht që ato që unë ju thash edhe pak më parë që është e vështirë që një patrullë policie të ndalojë të paktën një të dyshuar qoftë dhe në mungesë informacioni, por thjesht duke parë lëvizjet apo duke parë mënyrën se si qarkullon në vend. Po pse ti thua që policia, ndjes me ndërprerjen, ti thua që policia nuk e di fare ku rrin këto njerëz që kanë armë, nuk kanë asnjë lloj informacioni, nuk e kuptojnë hiç. Jo, nuk e kam këtu. Shiko, ne kemi një dramë sociale e cila një tragjedie kulturore që kanë bërë që të rinjt të dashurojnë dhe të adhurojnë posedimin e një arme. Kjo ju duket sikur ju sjell siguri dhe jam shumë dakord që këtu është një fenomen social, një problem që lind nga familja, nga keq edukimi, por shtetullin e mbajnë rregullat e forta, e mban fuqia, e mban frika, dhe këtu a mos ndoshta ne e kemi humbur frikën dhe respektin ndaj institucioneve, ndaj ligjit. A mungon frika ndaj ligjit në Shqipëri sepse njerëzit nuk ndëshkojnë mos si dikur? Po pra, tu duhet ndalojmë sepse sa burg bën Faik një njeri që kapet me armë pa leje në Shqipëri? Çfarë masash merr ndaj tij? Bën 2 javë deri në maksimumi 6 muaj dhe ai që ndoshta nuk ka fare mundësi që të bjeki me një avokat mirë, mund shkoj deri në 9 muaj burg. Pra, nëse arrestohesh me një armë pa leje në Shqipëri, ti bën nga 2 javë deri në, ka pas raste që kanë dalë edhe më shpejt se 2 javë. Tani ka raste që dalin edhe për 48 orë. Po pra, ne po them, kjo është pastaj korrupsion galopant tek sistemi i drejtësisë i cili ka patur problemet e saj të forta dhe nuk mundet se e di pse unë nisa që doja të ndërpreja sepse e kemi mësuar ne gjithmonë që policia faji policisë, jo, nuk është policia e vetme fajtore në këtë mes, sepse është prokuroria, është gjykata, është shoqëria. Jemi dhe ne si popull, patjetër. Janë një sër institucione. Pra, nëse nuk ekziston frika, unë kam thënë dhe këtë, ligjet duhet patjetër të përshtaten sjelljeve të komunitetit dhe shoqërisë. Nuk ka ligje të barabarta për gjithë botën dhe për gjithë Europën. Pra, në varësi të shfaqjes së fenomenit shtrëngohen dhe ligjet. Nëse ty të shfaq një fenomen ku pjesa më e madhe të rinjve të cilët nuk kanë një punë, nuk kanë një të ardhme, nuk kanë siguruar një mundësi jetese, e sigurojnë të nëpërmjet veprimeve të palishme, kanë në arsenalin e tyre disa lloj armësh të cilët i mbajnë pa leje. Atëherë çfarë do bësh ti? Do të arrestohesh dhe nxjerrësh për 2 javë, do të arrestohesh si çosh te gjykata dhe gjykata thotë po 6 muaj burg është mjaftueshëm dhe kryet rehabilitimin e tyre, apo do shikosh do të rishikosh ligjin dhe do ta bësh atë të fortë, do marrësh masa shtrënguese për gjykatat dhe prokurorët të cilët nuk e kryejnë detyrën e saj, sepse shteti nuk flas për qeverinë, po flas për një shtet i cili ka një traditë, ka një eksperiencë, ka institucione që funksionojnë mirë. Atëherë ti duhet bësh ligje, atë çfarë? Ligji, 7 vjet burg dhe pa drejt përfitimesh. Pra, nuk mundesh nëse ty të shkryr në fenomen, nëse ty të vriten njerëz çdo ditë për shkak se lehtësisht nëse do një armë, ti nuk mundesh ta lësh shoqërinë në këtë lloj forme. Po duhet fillosh patjetër me edukimin e saj nëpër shkolla, me edukimin institucional dhe forcimin e ligjeve, që të garantosh një shoqëri që të ketë një rini, që të ketë mundësi dhe aftësi që të arsimohet, edukohet dhe të shkojë në një rrugë të drejtë ku fitojë fitime të lishme, të bësh një gjykatë e cila duhet japi vendime të drejta dhe korrekte dhe mos të abuzojë me vendimet e saj, sepse kjo kthehet në pasojë për shoqërinë, dhe një policie e cila i ndjek dhe heton krimin dhe kryen ndërhyrje para ndalon ngjarje parë të
Nuk janë unë me shoh të arsye ndryshimi, vetëm këtë me që jemi edhe para ndryshimit të ligjeve, e shoh shumë të arsyeshme dhe shumë e vënd që për shkak të disa fenomene që ndodhen në shoqërinë tonë, duhet patjetër që gjykatët dhe ndryshimi i ligjit jetë një objekt i arsyetuar dhe i mundshëm në Shqipëri. Nuk mundet që të bësh 3 vjet, 6 muaj burg apo 2 javë në rast të caktuara kur dhe fillojnë të justifikohen që jo kam fëmijë të vegjël, jo kam prindër për të marrë, jo kam probleme ekonomike, apo nëse ke probleme ekonomike, hiq dorë nga arma për futje punës. Një pyetje, nuk kanë qenë të pakta rastet në Shqipëri ku ka pasur edhe vrasje nga posedues të armëve me leje. Kush ka të drejtë të marrë armë me leje në një vend si yni? Pra çfarë kriterësh duhen për të marrë një armë me leje? Se edhe këtu ndoshta mund të hajë diskutim apo jo për kriteret e një posedimi të armës me leje. Jo, nuk është fenomen shqetësues, edhe mund ta verifikoni dhe mund kërkoni raporte zyrtare, nuk është fenomen shqetësues krimi apo krimet të ndodhura nëpërmjet një arme e cila është me leje. Jashtë mjaft të rrallë në raport me statistikat ndërkombëtare për të thënë që në Shqipëri krimi që bëhet nëpërmjet një arme. Patjetër fokusi është tek ato pa leje, por unë mendoj këtë. Kemi pas disa ngjarje të rënda, kryesisht kanë qenë ish punojës policia ose punojës policie në detyrë të cilët kemi pas punojës garde, kemi pas punojës policie, kemi pas këto që o kanë kryer krim brenda familjes, kanë vrarë bashkëshorten ose veten. Maksimumi deri këtu kemi shkuar me armët që posedojnë me leje. Po ky është një fenomen i cili duhet parë nga një anë tjetër, psikologu. A kemi mjaftuar psikolog në institucione të cilët i kanë rrezikshmëri të lartë në gjatë tyre detyrës, siç është policia e burgjeve dhe institucione të tjera të cilët kanë bëjnë me krimin dhe me probleme që i ngarkojnë psikologjikisht. Pra, ai kemi furnizuar këto institucione me psikologë që të mbasin gjendjen e tyre psikoshëndetësore, nuk i kemi. Nëse i kemi, atëherë duhet ta shikojmë në këtë konversim. Rregullat për të proceduar një armë në Shqipëri, besoj që janë unë i njoh mirë dhe janë besoj që mjaftueshëm për të kryer një kontroll të mirëfillt dhe për të bërë një trajnim me qëllim që personi i cili do të posedojë ato armë, që edhe nuk lejohet ta marrësh me vete, ajo armë ka disa kushte, pra në radhë parti duhet të jesh i mirë, do shkosh bësh një vizit në ana shëndetësore, do bësh një vizitë tek qendra shëndetësore, do shkosh te psikologu që dhe ai të japi një vërtetim që ti nuk korruptohet psikologu fake? Urdhon? Psikologu nuk mund të korruptohet? Për nxjerrje në një raporti? Gjithçka, nëse do t'i nisemi në këtë lloj fryme, gjithçka mund të ndodhi dhe gjithçka mund të korruptohet. Jo, se kemi parë nivele më të larta të korrupsionit, po dëgjoj. Për të Ky është problem tjetër, ky lidhet me zhvillimin shoqëror, pastaj fillojnë duhet me fillu pastaj te çerdhja, te kofti, te shkolla, te patriotizmi, te zhvillimi shoqëror, sepse nuk mundet të ndalojmë fenomenin e korrupsionit tek dhënia e një arme. Nëse do ta ndalojmë, duhet patjetër që të zhvillojmë një shoqëri më të pastër, më të drejtë, më patriotike. Në një shoqëri faik që dhe golin e Rej Manaj në Tiranë e fiton në mënyrë agresive, në një shoqëri që dhe seksin e bën me agresivitet, edhe dashurinë kanë me dhunë, duhet parë mirë kjo çështje. Thënë kjo, nëse shteti do duhet shumë punë për të bërë një reformë të mirë për heqjen e armëve në shoqërinë shqiptare, e një reformë të mirë që do duhet vite për të normalizuar, për të mos normalizuar ndjes agresivitetin dhe dhunën. Ne si shoqëri, si ta ruajmë veten në ambiente publike? Kam pasur një bisedë me një të dënuar të përjetshëm dhe besoj që më ka dhënë një mësim shumë të mirë. Që ishte që në një problematikë që kishte me një bashkëvuajtës në dhomë, kur unë shkova në komision dhe e mora në pyetje, i thash pse unë ju kam dhënë gjithmonë zgjidhje kur ju keni pas probleme me bashkëvuajtësit tuaj dhe jam munduar t'u zgjidh që mos u krijoj dhe mos u vështirësoj mbas ligjit. Pse nuk pritet 5 minuta dhe thirrje punojësin dhe unë bashkë me stafin tim do ju vija dhe do ta zgjidhim problemin pa kaluar në këtë nivele. Dhe ai impakt besoj tha që ky është një problem, pra e kishte në atë që sapo kishte ndodhur, që nuk ka ndonjë pasojë të rëndë, sepse mund të ketë zgjidhje edhe në këto momente, por unë nuk i fal vetes ato 5 minuta që nuk e zgjidha dhe nuk ruajta qetësinë që më solli këtu. Pra, njeriu duhet të ruaj qetësinë përballë një situate të vështirë. Ka gjithmonë një zgjidhje,
më të mirë se sa ajo që mund ta zgjidhësh me një gjë secili sipër. Kështu që ne në radhë parë duhet jemi një popull i cili duhet mendojmë për jetën, duhet ta dashurojmë jetën, duhet dashurojmë këtë që kemi, duhet sillemi mirë, duhet kemi me kolegët, me vllaznin, me shoqërinë, dhe patjetër duhet kemi një familje të shëndosh dhe një familje e cila kujdeset, sepse po shikojmë gjithmonë 18, 20, 25 vjeçarë të cilët janë kthyer në një problem mjaft serioz për shoqërinë, janë kthyer në një problem mjaft serioz për veten dhe mundohen të zgjidhin çdo lloj problemi nëpërmjet dhunës, nëpërmjet armës. Pra, duhet patjetër një reflektim shoqëror, familjar dhe institucional, i cili duhet në një bashkëpunim të gjithë bashkë si një objekt i vetëm për të zgjidhur këtë. Nuk është kjo, unë jam dakord, patjetër duhet një aksion, e thash edhe në fillim fare, duhet një aksion i fortë për të parandaluar dhe për të eliminuar nga tregu gjithë armët pa leje. Por unë jam dhe me mendimin që dhënia një armë me leje për të patur një kategori e caktuar armë me leje konform plotësimit të gjithë kushteve dhe kritereve, nuk e bën shoqërinë më të rrezikshme, por e bën më të mbrojtur, sepse edhe ai që posedon një armë pa leje, besoj që do jetë shumë herë më i matur nëse do të ketë një reagim nëpërmjet dhunës dhe armës, kur di që një pjesë, një kategori e shoqërisë është e pajisur me armë me leje. Qartë. Faik, përjashto këtu uniformat blu që i parashikon ligji, detyra e të gjitha me radhë. Një qytetari të thjeshtë, për çfarë i duhet arma me leje? Atëherë, edhe në Shqipëri nuk është se gjithë qytetarët kanë të drejtë të posedojnë një armë. Kryesisht ato që kanë një biznes, kanë një aktivitet, kanë disa arsye të cilat duhet i paraqisin pranë institucioneve për të poseduar një armë me leje. Ajo armë me leje ka disa kushte për Për çfarë arsyesh i kërkojnë më shumë armët me leje? Kryesisht armët me leje i kërkojnë personat të cilët kanë një biznes, dhe besoj që e mendojnë të arsyeshme për të patur një armë me leje. Por nuk besoj që kanë patur kërcënime apo rreziqe konkrete që i ka çuar ato drejt një kërkese për të patur një armë me leje. Është pjesa e parë që unë kam pasur vetë shumë miq që më pyesin si mund ta marr një armë me leje, çfarë kriteri duhet të plotësoj, si duhet ta ndjek rrugën ligjore për ta poseduar një armë me leje, dhe në fund fare them po çfarë duhet? Është një bela që ti e ke me vete. Jo, ashtu, është një dëshirë që vjen kështu vetvetiu në mënyrë të pajustifikueshme kur ti thua për çfarë të duhet. Pra, është që dëshirë, thash ne shqiptarët kemi pasur, domthonë ne fëmijës kur lind dhe kur fillon të rritet që doj 2 vjet, 3 vjet, fillon të kërkoj lodrën e parë që i bën një armë, lodër. Kupton? E kupton? Pra ne e kemi që në edukimin fillestar e kemi ndërtuar mbrapsht. Pra, ndonjë që ti bën një formë më të mirë edukimi që janë lodra shoqërore dhe që e zhvillojnë nga ana. Ore çojë në fshat të preki kafshët, të zhvillojnë ndjenjën e empatisë se po rritën pa empati. Patjetër, pra, do që bëjmë të shpenzojmë një ekonomi të vetim, ne armë parë gjejmë ose granata ose ato pistoleta lodër ose dhe kur i qisim në përparqe, lojën e parë që provojmë atë lojën me pistoleta që a ka shënjeta. Pra, është një problem që tek familja që e fillojnë edukimin mjaft. Dhe kur të rritet, patjetër që ai thotë unë jam një gjys mjaft i mirë. Madje unë kam pas shumë kolegë, miq, shok, jo kolegë punës, kërkojnë që të bëjnë një qitje me mua sepse mendojnë që janë shumë herë më të aftë, ku unë kam pas qenë pjesë e garave të qitjes, ekipit të qitjes kombëtare në ushtri. Pra, mendojnë që kanë një aftësi shumë më të mirë se sa unë, që jam ekspert i këtyre gjërave. Pse? Sepse e kanë fituar dhe kanë krijuar besimin duke bërë këto lëvizje të cilat i kanë mësuar që të vegjë. Kështu që prandaj kemi një problematikë me uroj që gjithçka ne tham sot dhe thuhet vazhdimisht në studiot televizive të mos bjerë në vesh të shurtër. Faikun të falenderoj shumë për kohën, të uroj një ditë të bukur në vazhdim dhe paçim sa më pak ngjarje të tilla. Shpresoj shumë në diskutime më paqësorë, më të mira dhe më pozitive. Uroj edhe unë shumë. Këtu përfundon ky program për ditën e sotme. Unë ju lë takimin e radhës sërish nesër. Deri atëherë nga unë Ronaldo Sharka dhe Danko DJ, bëni qejf dhe dëgjoni muzikë të mirë, dëgjoni Top Radio.